dhe të jetë erësia, aq më shumë duhet drita. Në këtë ditë të shenjtë, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë në këtë gëzim, sepse vetëm duke e përjetuar në jetën tonë dritën shliruese të ngjalljes, qenia jonë mund të transformohet dhe të arrijë dimensionin e saj të plotë. Ne kemi sigurinë se dashuria e tij është më e fortë se urrejtja, jeta në të më e fortë se vdekja, dhe shpresa jonë në Krishtin është më e fortë se dëshpërimi. Ai është shpresa jonë dhe ata që shpresuan tek Zoti, thot profeti Isaia, do të ripërtërijnë në forcat e tyre, ata do të fluturojnë mbi krahë si as jetën dhe në atë kohë një më vjen zensi, bajtë nga në letë, të shenë si pas Mateo. Kjo është dita që bëri Zoti, le të gazullohemi dhe le të dofrejmë në të.